Piktori vlonjat Roland Runaj i ka shtuar pranverë Sarandës me ekspozitën e tij vetjake shumë ndryshe nga shumë të tjera. Në ekspozitën e titulluar Palimpsest, piktura shfaqet si një sipërfaqe kujtese, ku çdo shtresë ngjyre ruan gjurmët e një imazhi të mëparshëm, të një ndjenje të kaluar, të një kohe që nuk është zhdukur plotësisht. Autori thot se këto punë ndërtohen si mbivendosje emocionesh, peizazhesh dhe fragmenteve personale që lidhen me qytetin e Sarandës. Ka qenë gjithmonë një dëshirë e kahershme e imja që të prezantoja punët e mia përpara publikut sarandiot. Ekspozita e sotme titullohet Palimpsest. Është një ekspozit e kopcitur enkas për qytetin e Sarandës, pra janë rreth 40 punë, kryesisht shumica janë bërë për ndjesitë, emocionet, kujtesën, memorien, të gjitha ato që më sjellin ndërmend qytetin e bukur të Sarandës. Ata që patën rastin të vizitojnë të parët ekspozitën e çelur në qytetin bregdetar, panë se Saranda e vlonjatit Roland Runaj nuk paraqitet si kartolinë turistike apo si pamje e qartë dokumentare. Çfarë turisti shikon këtu dhe gjithmonë e promovon, i gjejmë tek veprat e Rolandit. Pra ka një lavmi, një rrugëtim i memorjes, por i dal nga shpirti i Rolandit nëpërmjet një penelit të gjerë, të fuqishëm, me kontraste. Në këto kompozime, figuracioni dhe abstraksioni bashkjetojnë në tension krijues. Ato karakterizohen nga penelata energjike, rrjedhje spontane dhe shtresime të dendura, duke krijuar një ritëm vizual ku e dukshmja dhe e fshehura alternohen vazhdimisht. Ekspozita e titulluar Palimpsest është kështu një rrëfim në telajo për mënyrën se si qytetet jetojnë brenda nesh, jo si harta rrugësh e ndërtesash, por si përjetim emocionesh.